Ka lindur, është lindur për i këtu fshatin tonë, ka lindur vitin 1955 dhe pak vitin parë ka mbushur 70 vjetorin e lindjes tij, të cilët i urojmë edhe 170 vite tjera plot shëndet. Allahu i ka energji, Allahu i ka. Tash u bie që për shkak të rrethanave të kohës, Rushdiu ka kaluar një kalvar të madh vitesh e mundish. E veçanta në këtë drejtim është se Rushdiu, pavarësisht dhuntisë dhe prirjes së hershme që ka patur në prozë e poezi, detyroi që të ndrydhen botën e brendshme të tij për të mos lënë shkak për keqësimit e ndjekjes e persekutimit të kohës. Bashkëmoshatarët e tij e kanë njohur që në bankët e shkollës për prirjet e tij krijuese. Këto rrethana e kanë bërë Rushdiun poet dhe shkrimtar të vonuar, por të suksesshëm dhe të rritur. Lidhjet parafisnore dhe ato shoqërore në fshat kanë ndikuar së tepërmi në formimin e karakterit të tij. Shpesh gjërat e ndaluara bëhen shkas e shtysë për të gërmuar në ato që krijet për natyrën dhe për të thyer kuracën mbrojtëse e për t'i ekspozuar ato siç janë në të vërtetë. Në konceptin tim, edhe negative në disa raste kthehet në burim frymëzimi e shtysë për ecjen përpara. Pak fjalë për krijimet e tij. Karakteristike përgjithshme është se e gjithë lënda dhe subjekti i krijimit është marrë nga vendi, pra është vetë dragostues. Me natyrën e saj të bukur, vallet, këngët, komunikimet, vlerat të mira dhe të këqija, pozitive dhe negative, gjithçka për cilën ka shkruar Rushdiu dhe vazhdon të shkruajë, është dragostuese. Edhe kjo ne na bën krenar. Se në fundit ka poet, ka shkrimtar, ka poetë të tjerë që shkruajnë në mënyrë enigmatike, për shkak ky lëndën subjektin e ka këtu në fshatin tonë, me njerëzit tanë, me botën e brendshme tonë. Së dyti, ndërsa në librin e tij parë Zoti im po trofen, libër ky poetik, autori shpreh dhe shkarkon ngarkesat e tij të brendshme emocionale duke i veshur ato me figura letrare, por në shpesh raste është i veshur, është i drejt për drejt. Kur dashuria për të bukur, për të mirën, kur shpesh për mallimi për vendin, ku është lindur e rritur, për prindërit e afërm, shokët e shoqët, për fëmijërinë e tij. Libri për cilën jemi mbledhur sot është një natyrë krejtësisht tjetër. Si për nga përmbajtja ashtu edhe nga ndërtimi. Është libër voluminos, pra flasim për librin për fjalorin e dragostues enciklopedi glosore. Punimi i tij është shumë interesant, por pasim tërësi ka bënë me gjendjen emocionale jo të tij, por të gjithë komunitetit të tërësi. Të vetë, por më gjerë në komunitetin e fshatit Dragostunë. Fakti që Dragostunë për nga pozicioni gjeografik shërben si pikë lidhëse midis dy kulturave, Qermenikës dhe saj të Mokrës, dhe përgjithsisht e folja dhe komunikimi i përngjan atij të Elbasanit, pra Shqipërisë së Mesme, e bën librin shumë tërheqës për lexuesin e thjeshtë, ndërsa për lexuesin e kualifikuar libri është burim studimi, folkloristik, gjuhësor, historik, por dhe të këndshëm e burim humori, shlodhës e në ndonjë rast edhe frymëzues e nxitës për ta lexuar. Vetë emërtimi fjalorit Dragostunis është vlerësim për fshatin tonë. Dragostuni fshat me tradita e zakone veçanta, por dhe simbarqës i traditave e zakoneve të vetë shoqërisë shqiptare. Ka një ndërthurje të bukur të veçantës me të përgjithshme, të vetjakës në ato të shoqërisë. Libri përmban komunikimin e përdorur në kohë e periudha të caktuara. Ai shpreh gjendjen emocionale të vetë popullatës së kësaj trege. Dhe frazat e frazologjisë ndryshojnë në përputhje me karakterin e personave që përfilën në komunikim. Libri tregon humor shpotitës, por edhe gazmor, në ndonjë rast nxjerr mbledhje dush për fenomenet negative, por të frenon e të bën të futesh në rrugën e natyrshme duke reflektuar e duke u vetë korrigjuar. Pra libri fjalor Dragostunis është shprehje e komunikimit të përditshëm në momente e kohë të ndryshme. Për ndonjë lexues stonon ndeshja në libra disa shprehjeve vulgare që përdor njeriu kur del nga vetja. Por në të vërtetë, kur nxehen, kur jemi në gjendje humori, kur bëjmë një shaka me njëri tjetrin, janë fjalor që i përdorim në jetën e përditshme. Është fjalor real, pasqyron në të vërtetë komunikimin e brendshëm brenda për brenda fshatit edhe diçka më tjetër.
askush nga ne në komunikimin e përditshëm nuk përdor gjuhën standarde. Diku për mos njohje, diku për të përshtatur gjithnjë këto raport me kulturën që disponojmë dhe njohurinë që kemi. Ky libër është vlerësim për më shumë se sa vlerësim më shumë për ne, për komunitetin Dragosunit se sa për vetë autorin. Na bën më të njohur ne në diapazon më të gjerë dhe na evidenton si shoqëri me kulturë të veçantë. Ta vlerësojmë veten por të na vlerësojnë të tjerët. Pra, edhe ideja e këtij takimi është që të vlerësojmë figurat tona, të vlerësojmë njerëzit tanë, të vlerësojmë bashkëfshatarët tanë. Duke vlerësuar njëri tjetrin, ne vetë na vlerësojmë edhe të tjerët. Nuk është të pyet njëri për ne, në kuptimin e përgjithshëm. Kështu ka ngelur Dragosuni, edhe në periudhën e mëparshme në kohën e komunizmit, shigjet jemi shumë. Po edhe në periudhën e sotme, zakonisht anohen dy krahë, Çermenikës edhe të Mokës dhe Dragosuni ngelet si tipën. Ti afirmojmë vlerat tona, të vlerësojmë veten, të na vlerësojmë të tjerët. Çdo komunitet e grup shoqëror ka dalluarit e vet në fusha të caktuara. Ashtu si dikush është mjeshtër i dalluar në bujësi, ndërtim, arsim, edhe ne si shoqëri, si fshat, kemi mjeshtrin tonë të poezisë edhe të shkrimit. Po si s'do të ka Po kursin e gjithë, çdo kafe u marrë lëndje. Pra, Rushdiu është afirmuar si mjeshtër në krim, si poet dhe shkrimtar, dhe kohët e fundit edhe si studius. Do të donin të kishin dhe të tjerë në fshat dhe shërbej krimtaria e tij si nxitje për të tjerë. Libri është tip manual komunikimi dhe i bën nder çdo familje për ta patur në bibliotekën e tij në shtëpi. Për vetë karakterit të shkronjës, është edhe burim dije, kulture, për çdo njëri që ndeshet. Libri tjetër i Rushdiut, Dragosunia në projektet e historisë, jep në kronologji detaje të përbërjes së fshatit, transformimit të tij në kohë e periudha të veçanta. Është duke u pasuruar, është shumë interesant, për vetë faktin se në të janë përfshirë fise që kanë banuar e banojnë, emra e figura njerëzish, konkret, toponime vendesh në mbar shtrirjen territoriale të fshatit. Pra, në mënyrë të përmbledhur, duke lexuar atë njohim veten tonë. Origjinën, rrajt, kaluarën tonë të mirë e të keqe. Në tërësi përpjekjet e Dragosunit për mbijetesë e dallë të jetës. Vazhdo ekspres aty. Në mënyrë të përmbledhur, donin të falenderonin Rushdiun, jo vetëm për krijimet, por edhe për mbajtjen gjallë të frymës, fshatin tonë, komunitetin tonë, por edhe për bërjen të njohur të fshatit tonë. Shikon, nëpërmjet një libri, nëpërmjet ashtu del në pa vlerat pozitive të zonës të tash në mënyrë të përmbledhur, tash si organizator i kësaj pune bashkëpunim me Rushdiun, është një fjalë në care Rushdiu për të na thënë çdo të mendimet pastaj të lira, sipas asaj që ndjen, sipas asaj. Po duke falenderit shumë, mund të falim se më ka kapur stofin ty, ke di një përdas kështu si i falenderoj të gjithëve që kena ardhur, emër për emër. Falenderoj këtë dëpërmin që na ka ardhur special Nika Armallari, të gjithë. Ne jemi njëri tjetër që pra Zuperi, ne njohim njëri tjetrin salut. Niko është i fushës së Rushdiut, se edhe shkruan. Po. Ne njohim njëri tjetrin salut ka kosht. Kjo është shprehje që i gjeni në këto libra. Ne njohim salut ka kosht. Tani, unë nuk jam një person i veçantë, do të kesh si ju. Jam për jush, do prit me ju, kam kujtime dhe gjitha të mirë me ju. Koha e bore që u të lëviz. Lëvizja për mu solli kulturë, shoh se si bota jashtme i mbledh elementat e përgjithshëm që zjerën pak kush janë. Një nga ato është kultura gjuhësore. Poezia diçka që e hapet gjithse kush i bëhet poet është poet shkruar. Për mu shumë interesante është gjuha që përdor populli. Shprehja frazeologike. Një karika Pra
Pra desha të ju falenderoj të gjithëve. Unë nuk kam në mend që të zgjatem shumë për arsye se pata qenë të gjëju më parë se në kam gjurë dhe në temë disa herë. Po aq gjithmonë dashuria, respekti për popullin tim. Unë popullin tim kur në botë nuk e hup. Sa do që fërkime mund kem, këllavin po ta gje New York, Chicago dhe atje, me këtë njëri nuk kam shku mirë, se është një rui maj. A kupton? Pra, kjo është një ndjesi që unë e kam për gjithë secilin. Tani, çka kam hedhë në botën në krijuese, mirë, kam botën krijuese, është diçka tjetër. Njeriu ka emocione, njeriu ka për plasjet e jetës, a kupton? Tani, kur vjen kjo rryma krijimtaria poetike që është ndryshe nga shkenca gjuhësisë, faktikisht unë se kam të marrë me nëna ime. Nëna ime ka qenë poete e heshtur. Dhe më thënë si, nëna tregon të pralla, tregon edhe vjersha. Në atë mënyrën e vetë, sa që ne si fëmijë kishim qef që t'i ngjojmë ato, edhe sot e se gjithë, për në pysi u qarë vjershe ka thënë nëna jote, unë e di vjershe në Brajnë Klaku të vjershe, në të dajës rritë dhe atje e kapë në zunë për Firaun dhe të shku. Pra, ishte një vajzim poetik. Pra, nuk është diçka që është speciale. Por, sigur thaç, materiali gjuhësor ka filluar që është vitin 1975. Unë kam punu me Ujësi, kam punu në Paris, kam çdo gjë, edhe më kanë përqyer gjithmonë shprehjet e njerëzve. Do thotë dikushi, po si ti ati vlodhe atëherë edhe na i sollë sot. Kto ka qenë sistemume. A kupton? Ishte në shkollën e mesme, që do bëj qartë, shkollën e mesme librash. Në atë kohë Ministria e Arsimit u jep arsimtarëve një detyrim që për ngritje rroge duhet mbledhni shprehje frazeologjike. Idioma për shprehje kështu. Edhe më thotë Veronika çfarë, kështu i telefoni, mitë matematikë. Ka gjumë se ka mundësi, në mbledhin sa shprehje janë në shanë fshatarët. Një kohë që unë vullnetarisht i kisha mbledhë një 2000 thotë. Po kështu, shkruaje le. Unë ja kam çu materialet nesme të asaj, e ka marrë me njerë, e ka çu në kabinet pedagogjik, aty ka qenë Qani Qela edhe Leka Skendo, Vlonja Leka. E ka marrë materialet me njerë, e ka çu në tira materialet, unë që më kulak, unë që një kasmës, i punës fizike, dhe kanë çu në atë forë, ja kanë shuar në rokti të solarit. Po është një person që i kam leti këto. A i ka thënë shërbinja të personit. Edhe unë kam vajtë me këta të dy, kam vajtë në Tiranë, kam taku babaj një gjumës Shqipe, në rokti të solarit, më lodhë si qape që ishte po në vetë. Edhe më tha kështu, i ka që ishte në rokti. I vogël, me trash, asyrin e kishte kështu, shumë interesant. Burra tha, ku punon ti? Busi. Në busi punon ti? Po ka thënë që është punë shkencore ata. Shumë se di, unë e kam ledhur, bruto të shti specialisti dhe ju rregulloni. Nëse, por mas e zjatë historinë ati, a e tha do të bëjnë që është mundë në sistemoj me arsimin, me shku shkollë, gjëra që nuk ka realizuar ato. Po, qa ishte ajo që ajo më dha konstruktin, mu si bëhen të punë. Si mlidhen, u mlodhë nga të kohë, ju e dinë shumë mirë, në vetëm në rika. Po asë njerë të nuk dollën nga menja. A këtanë gjithmonë ishën që ta sistemoj si libër, qëtë si libër. Pa e ditur se që është burash, pa e ditur se që është, pa ta përdorë fjallorin e shpjellë Shqipe këtu, po pa e ditur se kush është bota tjeve të ata. Unë arrita që t'njoh gjuhën, së gjuhën anglishten, e pa që ato kishë sistemu në mënyrën ma perfekte, që mua ata më dhanë shkas në mënyrë se si të rrallis këtë punë. Pra u rrallit në 7.500 shprehje frazeologjike. Sa që është jo në Shqipëri. Kur e kumë e ka paraqitur si libër, e kam parë shumë shokesa, ndërmjet tjerësh e kam shku në Tiranë te Instituti Albanologjisë. Aty është Valter Memisha, profesor. Kur e ka pa librin tim e para 2 vitesh, kjo ishte ky libër, e ja ka bërë gjithë shokët të punës, kabinet të nëjë,
A shqiponi fjallori I dragostumës, rushdikura tha na ka tu tha I Markolli. Tha ne asnjë nga tu tha s'kime basi që fare. Ne tha vim, hapim derën, vim punë, mirë mjes, që të bëjmë, të s'ka, se s'ka t'hali. A shqipën dhe që bët popullë. Pra, për të vlerëson një njërin, në mënyrë ndër pa njoftë pak shu, sinqerisht është një vlerë e madhe. Pyetja ishte pse ja bebuti fjalorit dragostumës. Tash unë për atje ai popull mu ma ka dhënë materialin, e kam thënë se mu, edhe më ja dedikoj fshatit, pavarësisht se këtu është një shtrirje shumë e madhe. Shtrirje luginat me cilin jem taku, me cilin kam folur, pastaj kalohan në Kosovë, të to, gjitha e zënë, Qini, pra ka shprejë. Emërtimi është fjalori dragostumës. Gjitha ajo është ajo natin që fshatin dalë si përpas. Edhe si të shti, çfarë bje? Për atje kam qenë Tiranë, kam takuar Valterin. Falni se po mërzis, edhe që të janë të detaje që qa po bojë e qa po bëjnë tjera. Valteri tha Ruti, bile të në mesazh, ti që ka dërgu sa qose, si ku ja dërgua mesazhe. Ka kuj mesazh që thot, është një punë që nuk e bërë kire kush në Republikë. Pranaj, Rushdiu është duke bërë aty që ne duhet të bëjmë si shkencëtar. Kur e ka pa libri, e ka marrë librin tjetër se botrova tjetër sa ngjoftë. Në tetor të shti tha ne të nxjerrim në botim fjalorin e gjuhës shqipe, që kishte 1.100.000 fjalë, 100.000. Do jeta 4 volume i po I duhet shumë, 4 volume. Të shti dhe s'ka matës përpara. Çfarë flet populli, çfarë çdo gjë, çfarë flet populli e këtu. Të shti unë ishim ambiciozë, po me këtë, ky thash palca asaj. Kur thotë shi profesor doktorësh, ky është palca asaj, ta bëj fjalorin dragostumës. Pra si të them, kjo dështi është bërë koptare. Kushdo që studius historian e huaj, do ta shohë me çfarë është fjalorin dragostumës. Apo do thonë çka po rrugura, të fjalorin dragostumës. Ai është qëllimi. Dështi Allahu është fuqi plot, asi sa na çon më përpara ai. Dështi se kemi shumë gjëra. Jemi në plan, në projekt që po punojmë dhe kemi arritur shumë punë me historikun e dragostumës. Deri tash është ndërtu dragostumja në rrjellat e historisë. Fali se po të shpinë në qoftë se ky libër mund ka futur atë natyrën time, se ka shaka, ka qyshire, ka inate, ka lëndërullash, nuk di se kemi lexuar I kushit. Nëse është libër bukur. Libri tjetër dështi, mund ta sënë. Se si është e punaj, kur fillon të gërmon, dalin shumë gjëra. Pra ishim me Zyberin, me Aqifin, pa 2-3 vite, a bën diçka, tash një gjë këtu, unë kam letë material. Se du ta diu, thasë njëherë, unë lexoj. Kur them që lexoj, ju hapitin është që unë lexoj shumë. Edhe lexoj literaturë shkuj, literaturë angleze. Ajo është e përbotshme. Futesh atje të po njeriu s'pjet aty, lexoj, nuk do lexoj çfarë shkruaj. Tani çdo kënd në botë, bile çdo rajon ka dhënë monografinë e vendit vet. Kush jam unë? Kush është baba im? Kush janë gjyshin? Ku jetojmë ne? Kush janë kultura, traditë, zakonet, tregëritë, gjitha vendeve, edhe më sollim unë në konkluzë. Po kjo është, mund të ta bëj një për vendin tim, ku ne akoma jemi gjallë. Alhamdulillah. Tash një pjesë kanë shkuar, unë I konsumum atë. Mund të jemi këtë. Ashtu dhe. Pra jemi në projekt shumë të rëndësishëm. Ky është le të them libër që gjithë se kush I prej jush duhet t'japë ndihmën. Se nuk e bëj dot vetëm. Për sa ndihmën do thoni ju. Jo për shkruaj, sa për radhës vetëm. Unë dua vetëm Në se dhe pitin të të jenë, pas pasën profesor punën e të kopja, punën me vete të japë. Unë desha shkrujt në nëllë si I sola një 2 kopje me vete, një ka kishë me Zyberin të shqipti një, çfarë po bëhen ata. Pra, kom tregu ku vendose fshati.
po thirrën gjeografia që kërkon vetë monografia. Pastaj kam shpjeguar kush janë lagjet e fshatit. Gjitha lagjet kanë dalë për faqen 20, po dhe fiset kanë dalë 20. Pra kam sjellë edhe fiset në për lagje, kush janë lagjet, toponimet kuptohet, emërtimet e kodrave, pranjeve të se i kërkon vetë libri atë. Apo si kam arritur deri këtu, kam fillu me fiset në për lagje. Me fiset në për lagje, do kam bëj punë shumë mirë, unë është kafili për të falenderu shumë, Maqipi, Zuberi, janë një djemë që në agrë të djali këti Halil Bajrami dhe Mumejt e më dhajnë material shumë bukur. Pra ati gjithë që kam që sinjale dhe porta të. Pra, kem pasqyru gjithë fiset e fshatë. Edhe jo shkru da do gjylëvisë, logike, Celel, Halil, që nuk ekzistojnë, nuk jenë, o dihet se ata nuk jetojnë ma, po jam ta që i vidjanë. O marrë fjellë vjenë, stërgjyshi, dekzimet, të gjithë dhere ke ullë, dhere ke djalenë. Mirë po atë që kur them që kjo kushë, unë nuk e di se si. Qofse fjellë vjenë, pajtojnë me mendimin të emi, dhe ju që jeni këtu, na jitni emrat e fmive, se në shpresa është për fmit që da ligjore liber. Ta ditë fjellë vjenë djallim që baba, dyshi, Vasilimi, po që ka tjetri, e gjithë nuk i dirë. E njohin të vetët. Në njohin të vetët. Pra, e ndihmojmë njëri familje tona, po ndihmojmë të tjerët, apo të gjë shumë e bukur. Pra, këtu kërkohet gjithë ndihmesa juaj. Se nesër pas nesër libri do dalë. Edhe kur thamën që do dalë është libri bukur, njerëzit e kanë parë, thotë kjo është fantastike. Se në libër unë nuk kam shkruar vetëm gjërat e thata, kodra, bregu, këtë montan. Ja, unë nuk kam shkruar, e kam bërë në linja artistike. Çfarë është kjo? Kush është trimëria e trimat e fshatit tonë, trimëria fjellë vend, kam sjellë rast pak ashtu po në libër, kur kanë vajtur hajdutët ardhur prej Mjelitat i vjedhin stanin Pop Stoqës në Stru. Ja kanë vjedhur stanin, kusarë edhe e kanë zjerë kënej kufirit, edhe janë vonë Malkoklit, jo nga Koklit, edhe nga Dragoni, nga Malime Gropa, kusarë që thonë. Aty me të rëgune babani, se ka qurë të më të qatë. Ka artë popi, e thot hajdutët, mi kanë marrë i kanë futur në qavisht të shtjështë në qajtë e ju. Pra, kush ishte ajo? Komunikimi ndërkrajinor. Si kujdesi për mu, unë do kujdesi për ty. Edhe ka thonë Mahmut Bëqaku, qoj e djema, kap një pushtët dhe dili para, ti blokojnë, kanë të një. Edhe ati i kanë bloku ka qakë të Mjelitis, në 500 barave, në kuallen, në barit me vete në zonë vojnë nëse. Mi fjallë, ka shti, ka një kur ata, ka marrë popi, ka një dhe në prapë, e ka bo një javdas. Po që ishte kjo të? Kjo është një besë, e një krahine me i besë tjetë. Unë kam sjellë aty, dragosujnë e karakterizohet dhe besa e forë. A du ta, e raste tjera. Ashtë dhe. Në dalin pastajët, në dalin edhe në tushes të ishë. Ai, se falemderit. Po gjë, nare të tjera. Po e të do, edhe në njërë shumë, dhe të njërë, që se shkallë në të do, aty e të Selam aleyküm. Pra, kur jemi duke folur akoma për revolucionin e herën e historisë, na dalin shumë gjëra të bukura që ju si të më njëni një për njerëzit e tjerë, po i marrë për në bisedë dhe veta për fia. Kur tregon dhe tregoj Indëgjiti se si Halil Biti parë ka marrë ka pasur një smeqar, Bajram Kurti. Bajram Kurti ka marrë? Po ka tjerë, ja për shkurru të shkodës, që e bote gjamina, ka në gjamina ka njësin edhe
se gjithmonë aty janë bërë përmendimet, i karakterizua së Halilbisi, ishte për plakën. Ai baran kupë se të shkojë për plakën, se unë jam i shmiqari këtu. Bëni çaj. Të shkojë. Çaj. Pra ka dalë në ditë, nuk i thamë që të shkojë dhe Me limon ose shikën. Tamam. edhe ajo besnikëria ati, ai ka arru gjithmonë edhe ka vdekur ka një vici, në ka një vici që ka lëgore një vici. Po kjo është diçka që është shumë e bukur me për ne. Po të ketë një orë në histori të tillë dhe mund të ta thotë ty, e kupton? Nëse ka një orë në histori të kësaj natyre. Këto është problemi. Se ky tani akoma në sistemim. Agun, thot dushe se pa ta fjallë. Dushe bizën tha, i qova një mesazh tash më tregon për kushte njerëzit tu edhe këtë ditë se u shkoi këtë bjetën në rrugë në këtë ditë. Edhe më thotë një emër Velibi. Ka një ndër nga pasë në Velibi, por më të dëgjoj. Po atëherë pa interes. Ka Velibi që është vrarë në Turqi, në Çanakkale. Po ku ti? I thash ta vozë. Tha, po i kosa pa ti tha i ndërgji. Tha, pyetjen tha për Velibisin. Ajo ka fitur robota me njerëzit e vet, kanë vajtur ke muzeumi i Çanakkale edhe ka gjetur atje. Veli i merr Bici Elbasan. Shahid i Çanakkale. Ai ka ditë fushë për ne. Se ka lidhë. Po kjo është mrekulli. Ishte shahid në fshatin jote, po fshati ju e dini vetë, fshatin tonë kanë marrë shahid. Ka thasë gjë që para, ka marrë atje. Vinë ta nga komiteti i partisë për dragasun, sa vinë gjithë se fajshë. Çfarë ishte ajo? Ishte tenis i madh. Po një gjak që ka rënë ashtu, ja i ka marrë fshati. A vëda. Kur ngjua fillën për Met Bajram. Kjo është vanë rrugën Kukës për Shkopin. Po nëse të legjiti këtë gjëra, kemi ditë shumë për Sal Koçën e Rasmonit, do të thonë se ditë për Met Bajramin, tu që qonë së ne atje. Para janë elementa, figura që rrinë tregim dhe gjëra kështu që në vërtet historikën e shtateve. Ku e tash në Tash unë nuk flas më se shasë një. Ju falenderoj shumë që ka ardhur, edhe në rrugë. A di që të gjën. Kush vjen në fund të klasës, po jo pa jo krejtë. Në rrugë të